flamingot dhe metafizika e një kombi. Si një projekt miliardar, zbuloi jo vetëm krizën politike, por edhe krizën shpirtërore të Shqipërisë. Nga dunat e Zvërneqit deri te sheshet e Tiranës, protesta që lindi për të mbrojtur një peizazh të brisht, ka filluar të marrë një kuptim më të thellë sesa një kundërshtim i zakonshëm ndaj një projekti ndërtimi. Ajo është shndërruar në një pyetje metafizike mbi marrëdhënien e njeriut me vendin ku jeton, me historinë që trashëgon dhe me të ardhmen që dëshiron të ndërtojë. Në pamje të parë, konflikti duket i thjeshtë. Nga njëra anë, qëndron një projekt turistik me vlerë prej rreth 1 miliard e 400 milion dollarësh, i lidhur me interesat e investitorëve ndërkombëtar. Nga ana tjetër, qëndrojnë aktivistë, banorë dhe qytetarë që kërkojnë mbrojtjen e një territori të konsideruar unik për vlerat e tij natyrore dhe ekologjike. Por nën sipërfaqen e këtij debati fshihet një pyetje më e thellë. A është toka vetëm një mall që mund të blihet, shitet dhe transformohet sipas logjikës së tregut, apo është një pjesë e identitetit kolektiv që mbart kujtesën e brezave? Metafizika ka trajtuar prej mijëra vitesh pikërisht këtë lloj dileme. Filozofët e lashtë pyesnin nëse realiteti përbëhet vetëm nga materia, apo nëse ekziston edhe një dimension tjetër i padukshëm ku ruhen kuptimet, vlerat dhe lidhjet që i japin jetës njerëzore një drejtim moral. Në rastin e Shqipërisë, lagunat, pyjet, malet dhe Bregdeti nuk janë thjesht hapësira gjeografike. Ato janë pjesë e një kujtese kolektive që kanë mbijetuar përmes miteve, këngëve, legendave dhe historisë. Kur një peizazh ndryshon rrënjësisht, nuk humbet vetëm një pamje natyrore. Humbet edhe një pjesë e asaj që filozofët do ta quanin shpirti i vendit. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, flamingot u shndërruan në simbol të protestës. Në planin biologjik, ato janë thjesht shpendë shtektar, por në planin simbolik, ato përfaqësojnë lirinë, lëvizjen dhe ekuilibrin e brisht midis njeriut dhe natyrës. Flamingoja u bë metafora e një Shqipërie që kërkon të mbijetojë mes forcave të mëdha ekonomike, politike dhe gjeopolitike. Kjo është arsyeja pse protesta nuk mbeti vetëm një debat mjedisor. Ajo u shndërrua në një revolt kundër një ndjenje të përhapur se vendimet që prekin fatin e përbashkët merren larg qytetarëve. Në këtë kuptim, flamingot nuk mbrojnë vetëm lagunat. Ato mbrojnë idenë se komunitetet duhet të kenë të drejtë të marrin pjesë në përcaktimin e së ardhmes së tyre. Nga një këndvështrim metafizik, kriza shqiptare nuk është thjesht politike. Ajo është një krizë e marrëdhënies midis qenies dhe posedimit. Shoqëria moderne shpesh e mat suksesin me atë që zotëron, ndërsa traditat më të vjetra e matnin me atë që ruanin. Përplasja mes këtyre dy vizioneve shfaqet qartë në konfliktin rreth Zvërneqit dhe Bregdetit shqiptar. Kjo pyetje lidhet edhe me identitetin kombëtar. Çfarë e bën një vend të jetë vetvetja? Janë ndërtesat, investimet dhe statistikat ekonomike, apo janë kujtesa historike, peizazhi dhe lidhja emocionale e njerëzve me tokën e tyre? Në debatet bashkohore shqiptare, studiues të ndryshëm kanë kërkuar përgjigje për këtë pyetje përmes historisë dhe gjuhës. Ndërta mund të përmendet edhe gjuhëtari Andi Zeneli, i cili në punimet e tij mbi fiset ilire, Dardanët dhe trashëgimin indo-evropiane, ka argumentuar se gjuha përmban gjurmë të thella të kujtesës historike. Në këtë këndvështrim, emrat e vendeve, lumenjve dhe krahinave nuk janë thjesht etiketa gjeografike, por mbartës të një vazhdimësie kulturore që lidh të kaluaren me të tashmen. Nëse ky interpretim është i saktë, atëherë peizazhi shqiptar nuk është vetëm një hapësirë fizike. Ai është një tekst i gjallë historik, ku natyra, gjuha dhe kujtesa bashkëjetojnë. Çdo lagun, çdo kodër dhe çdo emër i lashtë përfaqëson një pjesë të identitetit kolektiv që nuk mund të matet vetëm me vlerën e tregut. Pikërisht këtu qëndron rëndësia e revolucionit të flamingove. Ai nuk është vetëm një kundërshtim ndaj një projekti të caktuar. Ai është një debat mbi kuptimin e zhvillimit, mbi kufijtë e pushtetit dhe mbi pyetjen themelore se çfarë duhet të ruajë një shoqëri për të mbetur vetvetja. Ndoshta historia do ta kujtojë këtë protestë, jo për flamingot, jo për investitorët dhe as për polemikat politike të momentit. Ndoshta do ta kujtojë si çastin kur shqiptarët u detyruan të përbaleshin me një pyetje të lashtë metafizike. A është vendi ynë thjesht një pronë që mund të shfrytëzohet, apo një trashëgjimi që duhet të ruhet? Përgjigjja ndaj kësaj pyetjeje do të përcaktojë jo vetëm fatin e një lagune apo të një projekti turistik,
por edhe mënyrën se si Shqipëria do ta kuptoj vetveten në shekullin që vjen.